Ja, po kush do qëndë? Po sigurisht do lëshim duhet të adresohet dhe të korrigjohet, por këto janë veç faktet e kryme. Flet votimi, përveç numrit serik që është element i fundit i sigurisë, që KQZ-ja filloi me implementu prej zgjedhjeve nga 2021, do të sa kam qenë unë antari në KQZ, ka elementin e shtypit, mikroprintit, ka elementit të mbrojtjes ultraviolete, do të thënë, ka shumë elemente tjera për ruajtjen e sigurisë së votimit. Siç e thash, procesi monitorohet nga komisionert të gjithë partive politike. Procesi ka qenë i hapur. Nuk di a ka shku ndonjë gazetar gjatë ditës së zgjedhjeve në çat klasë që po përmendet. Me siguri se po. Do të thënë, kërkush nuk ka vrejt asgjë aty. Komisioneri i PDK-s, i cili ka qenë ose kryesuesi ose zyrtari kryesor atje, që është te libri në shkrimeve, nuk ka vrejt ndonjë gjë. Kërkush nuk ka shënuar asnjë vrejtje. Kjo është thjesht tendencë mos pranimit të rezultatit. Po thoni PDK-ja po synon kontestimin e rezultatit? Po, ajo është arsyeja. Atyre bëhet kontestimi në mënyra të ndryshme. PDK-ja nuk flet. Çfarë do arrijmë? Po jo, por thjesht ja vendos një hije procesit zgjedhor. PDK-ja nuk flet për zyrtar shëndetësor në Kaçanik, duke lëshuar vërtetime falso për votime asistencë. PDK-ja nuk flet që në Kaçanik ose në Han Telezit në raundin e parë ka pas mbi 10-15% të votave me asistencë. Nuk flet për ato PDK-ja. Po kemi raportuar ne. Po e di, por nuk flitet për ajo. Ajo ka qenë realisht arsyeja sepse atëherë ato janë konë ose votat të blera, ose fatkeqësisht kanë ndodhur 80% për aty në votues kanë qenë gra, domethënë, ose flasin për shtypje ndaj gruas. Domethënë nuk flitet për ato. Ato janë shqetësime reale në këtë proces. Ndonjë lëshim teknik që s'është dashme ndodh, nuk e mbroj unë kompaninë CETIS. Jo, nuk mund ta mbroni, ka bërë një gabim, edhe ka shprehur keqardhje për këtë. Ka shprehur keqardhje, por megjithatë gabimet ndodhin në procese teknike. Por mund ta dëmtojnë procesin. Besimin. Jo, procesin e dëmtojnë zyrtarët vetë që janë në proces tash. Një letër që ose e kiti përpara, që ose ka ndonjë lëshim teknik, do me thënë që derisa ti ke qenë gjendje ta lexon, ke qenë gjendje të shprehësh qartë aty. Po, i shprehur, mos kishin qenë numrat si duhet, as emri i duhur. Mos kish pas vula në atë fletvotim, se edhe vula është me... Shte në raste me 2 vula ose 3 vula. Pa, personat ki raste që edhe po harojnë mi vullos fletvotim, edhe të shpatën të pableshme. A jeni ju dakord që gjitha këto vota cilat janë diskutabile të shpallën të pavlefshme? Është një procedurë e rregullt atje. Domethënë, duhet me pas përputhje e numrit të nënshkrimeve të votuesve me numrin e fletvotimeve brenda kutisë. E qartë. Është e qartë. Qofse kjo ndodh. E pa diskutueshme është kjo. Qofse kjo është e saktë, atëherë zyrtarët nuk kanë asnjë arsye që t'jam hekin drejtën e votës diku, shprehjen e votës. A besoni që kjo arsyeja pse anëtarët e PDK-s në KQZ nuk është se kanë bërë shumë zhurmë dhe për këtë, edhe ju shkërkuar dërheqja nga anëtarët e PDK-s? Po, është çështje e mërshme e PDK-s, por unë e besoj që kish pas ndonjë parregullsi, anëtarët nga PDK-ja në KQZ e kishin vrejt të partë. Mirë, kompania CETIS, që është nga Slovenia, sot pati edhe raportime, cilat mbeten të verifikohen, që aksionën e të ka dhe Martin Berisha. Një emër shumë i përfolur, zoti Roma. Si e shihni ju këtë? Çfarë është argumenti juaj i kundër? A e dini ju si sekretari i vetëvendosjes sot gjatë ditës, a jeni marrë paktën me këtë çështje nëse është apo jo? A mund të na konfirmoni? Jo, nuk e di unë fare që Martin Berisha, por unë e di për kompaninë CETIS, sepse kam qenë edhe zyrtar në OSB në proceset zgjedhore, sa i ka organizuar OSB-ja, do të thënë 2001 deri 2007, e di që edhe OSB-ja i ka porosit, do të thënë CETIS ka shtyp edhe atëherë materialin zgjedhor për Kosovën. Po ashtu edhe prej 2010 gati në çdo zgjedhje. Po më duket se një herë ka pas një tentim që shtypen diku tjetër, por prej të gjitha zgjedhjeve që mbajnë Kosovë pas luftës, ndoshta 90% të rasteve, ose ma shumë, ose ndoshta edhe 100%, nuk jam i sakt, i ka shtyp kompania CETIS. Po ashtu kompania CETIS shtyp edhe për krejt shtete tjera në rajonit, sepse është edhe distanca, edhe është një kompani që ka një kredibilitet të lartë në shtypjen e materialeve zgjedhore. Por nuk e dini nëse zoti Berishaj është aksionar aty? Unë sa e kam kuptu, kompania CETIS ka qenë kompania shtetërore, pastaj
Nuk e di unë e pronësinë e kompanisë CETIS. Po nuk e dini, nuk mund as të konfirmoni, as të mohoni. Nuk mundem. Të gjithë zyrtarë të KQZ-s zakonisht obligohen me ligj me shku, edhe antarët e KQZ-s, në mes tyre edhe këta 2 të PDK-s, obligohen kur shtypen fillotime shkojnë të bëjnë verifikimin mbi sigurinë e procesit. A mund të flasim pak në mënyrë hipotetike nëse do ishte, a do ishte problem? Jo, nuk e di. Po nëse do ishte? Po jo, sepse tash pune nuk mundem as me folë për diçka që nuk e di as në mënyrë hipotetike. Sepse nuk e di... Jo, në mënyra hipotetike, supozon që ne nuk e dim, por nëse do të ishte... Por nëse... Nëse... Jo, në këtë rast... Sepse tash unë nuk e di kush është pronari. A gjatë ditës nuk u interesua sa do pak, vetëm ta kuptanit. Si u ka interesuar? Sepse është totalisht diçka e parëndësishme. Sepse për së paku një zyrtari nga PDK-ja ose partisë tjetër ka qenë do me thënë gjatë kohës e në shtypë këto fletbotimet atje. Mëse në ta vetë kanë qenë prezent. Ose do t'jenë KQZ-ja, apo antarët e KQZ-ja? Antarët e KQZ-s me ligji kërkon që të bëjnë verifikimin e shtypjes, do me thënë, unë e di se pak unë një ka qenë për tyre. Sepse edhe unë e vetë kam qenë në këtë shtypë shkronjen në vitin 2021, kur janë shtypë proces në zgjedhje kondukse lokale. Çfarë prisni si të merr epilog kjo çështje? Besoni që PZP-ja do rrëzoj, Supremja do rrëzoj dhe vetë se do të certifikojnë rezultatet? Kjo nuk është i njëjti. Do me thënë, janë 2 fletë, se e pashun e numrat, 1105 edhe 1104 janë 2 shkollat e ndryshme. Nuk janë 2 klasat e ndryshme. Që janë vetëm pamje, nuk është... Po, pamje, ata i kanë krahasuar 2 dengjet të papërdorura. Kjo të regon për një lëshim, ose në paketim, ose në një gabim teknik ka ndodhur aty, do me thënë, ose në paketim, ose diçka tjetër, ose në shtyp. Por nuk është elementi kryesor. Ky numri serik, ose ai numri që e shtyp numrin e klasës ku votohet, nuk është as obligim ligjor. Është një siguri shtesë që u bë pastaj nga KQZ-ja, i ndihmon procesit edhe për me bë kontrollin edhe për cjedhjen e materialit zgjedhor. Mirë, zoti